Kur Robert Mueller drejtonte FBI-n, siç tregojnë shkrimtarët që shkruan biografinë e tij, ekzistonte një kod veshjeje pothuajse i pashkruar: kostumi i errët, kravatë e thjeshtë dhe mbi të gjitha këmishë e bardhë. Shumë agent përpiqeshin të dukeshin njësoj si drejtori i tyre. Thuhet madje se disa blinin këmishë të re një natë para një takimi, vetëm për të mos dalë nga uniforma e tij. President Donald Trump, sipas një shkrimi të Wall Street Journal, e ka çuar këtë zakon edhe mëtej. Në stilin e tij të zakonshëm, kostum blu, këmishë e bardhë dhe kravatë me ngjyra të forta, ai ka shtuar edhe një detaj tjetër: një palë këpucë të zeza klasike që i pëlqejnë aq shumë sa ka nisur t'u adullojë pothuajse të gjithë njerëzve që takon. Bëhet fjalë për një model këpucësh të markës amerikane Florsheim, që kushtojnë rreth $145 dhe prodhohen nga një kompani e themeluar në Chicago në vitin 1892. Sipas gazetës amerikane, president Donald Trump u adhuron shpesh këto këpucë ministrave, kongresmenve, drejtuesve të kompanive dhe personave të tjerë që takon. Procedura është pothuajse gjithmonë e njëjtë. I ftuari pritet në zyrën ovale, president Donald Trump pyet për numrin e këmbës dhe një nga ndihmësit e tij bën porosin. Në një dhomë pranë zyrës ruhen edhe kutitë me këpucët që janë gati për t'u dhuruar, shpesh të shoqëruara me një shënim ose autograf nga vetë presidenti. Në javët e fundit, të njëjtat këpucë janë parë në këmbët e disa prej bashkëpunëtorëve më të afërt të tij: zëvendës presidentit J.D. Vance, sekretarit të shtetit Marco Rubios, sekretarit të mbrojtjes Pete Hegseth dhe sekretarit të tregtisë Howard Lutnick, si edhe të disa figura të mediave konservatore. Vetë Vance ka treguar se si nisi kjo histori. Gjatë një takimi në zyrën ovale, presidenti Donald Trump vuri re këpucët e tij dhe të Marco Rubios dhe komentoi se nuk i pëlqenin as pak. Më pas mori një katalog të Florsheim dhe u përkoi të pranishmeve të zgjidhnin modelin dhe numrin që preferonin. Por sipas rrëfimit të Vance, president Donald Trump bëri edhe një koment tjetër, duke thënë me shaka se nga numri i këpucëve mund të kuptosh shumë për një burr. Kjo ka bërë që disa prej bashkëpunëtorëve të tij të zgjedhin numra më të mëdhenj nga sa mbajnë zakonisht. Marco Rubio, për shembull, ka porositur numrin 45.5, edhe pse është rreth 1,78 m i gjatë. Disa ditë më vonë ai u fotografua në korridoret e Kongresit me këpucë që dukeshin dukshëm më të mëdha se këmba e tij. Fotoja u rikthye në vëmendje në rrjetet sociale nga Derek Guy, një komentues i njohur i modës klasike mashkullore në internet, dhe shkaktoi shumë reagime. Shumë përdorues pyetën nëse Rubio është i gatshëm të mbajë këpucë të pakëndshme vetëm për të mos zhgënjyer presidentin. Ndërkohë, marrëdhënia mes Donald Trump dhe kompanisë që prodhon këpucët është më pak e afërt nga sa mund të duket. Pronari i Florsheim, Thomas Florsheim Jr., ka deklaruar se nuk ishte në dieni të porosive nga presidenti. Madje kompania ka qenë ndër kritiket ndaj tarifave doganore të vendosura nga administrata Trump. Këpucët e saj prodhohen kryesisht në Qinë dhe tarifat amerikane, që në disa raste kanë arritur deri në 145%, kanë rritur ndjeshëm kostot e saj. Florsheim madje ka paduar qeverinë federale për këto tarifa, duke llogaritur se i kanë shkaktuar një dëm rreth $16 milion. Në fyng, gjykata e lartë e Shteteve të Bashkuara vendosi kundër këtyre tarifave, duke i dhënë të drejtë kompanisë.